Dhe ju faleminderit për kohën dhe durimin që të përcjellni zhvillimet e brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës sot, një ditë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, mbajtëm si që do rendi mbledhjen e kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëpërmjet të cilës i diskutuam edhe rezultatet e fundit zgjedhore në zgjedhjet nacionale të qershorit, po dhe zhvillimet politike drejt formimit të institucioneve. Tani do dalim me një deklaratë, besoj që deklaratën do ta shihni edhe do të jetë publike, në të cilën deklaratë vlerësojmë punën dhe angazhimin e strukturave tona, vlerësojmë punën dhe angazhimin e kandidatëve tanë në procesin e fundit zgjedhor, vlerësojmë rezultatin e arritur dhe i falenderojmë gjitha strukturat për punën e madhe që kanë bërë, dhe në njëjtën kohë shprehim gatishmëri që LDK-ja të jetë pjesë aktive aq sa mundet brenda parimeve të veta që i ka dhe vlerave që i përfason drejt formimit të institucioneve të reja të Republikës Kosovës. A i bie kjo që do të pranoni takimin me kryeministrin në detyrë njerit kryetarin e lëvizjes vendosje Albin Kurti që ju ka ftu, edhe nëse po, kur? Unë sot kam marrë një letër ftesë për takim me kryetarin e lëvizjes vendosje zoti Kurti në formatin 1+1. Pra këtë herë të takohemi 2 me 2 dhe do t'i përgjigjem pozitivisht kësaj ftese. Besoj që kohën e takimit do të aranjojnë ekipet tona, por ky le të jetë një takim i parë dhe po ashtu do takohemi dhe do të provoj takohemi dhe me liderët tjerë të partive politike dhe të PDK-s e AK-s për të parë dhe kuptuar dhe pozicionet e tyre. Në këtë fazë du ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pas deri më tani. Por nuk ka pas komunikime paraprake, nuk ka pas komunikime të tjera, kjo është komunikimi i parë zyrtar që kemi pasur që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe prandaj s'mund të jap më tepër informacione pa ulur në takim. Kushtet tuaja në takim, çka do të jetë tema e diskutimit, do të flisni për emra konkrete apo janë ato që kemi thënë që do të jenë parimet? Ja, ne do të flasim për parime fillimisht. Pra parimet e LDK-s tashmë janë bërë publike, kemi bërë publike disa herë, që do të flasim për një trajtim gjithëpërfshirës të gjitha institucioneve, brenda kësaj gjithëpërfshirëse të ketë balancë mes palëve që i ndërtojnë institucionet. Por du të parë dhe dëgjuar dhe palët tjera se çfarë mandimi kanë në këtë drejtim. A prezentuan listën e nënshkrimeve përmes cilave kërkohet një procesiri i brendshëm brenda LDK-s? Për çka thuhet që janë 150 nënshkrime? Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit kur do që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e arshëm, pra nuk ka distancë largë kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakicë çfarë do qoftë ajo dëshiron të mbajë kuvendi, po sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotohem dhe këtu para jush dhe para gjithë tjerëve që sa herë që deponohet ndonjë nënshkrim, çfarë do qoftë, ai do ta thras me një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike, as jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë, janë vullnete të lira demokratike, i lirë ka qenë dhe vullneti 31 janarit. Natyrisht do të dëshiroja që LDK-ja të merrej sa më pak me çështje që ndajnë LDK-n. Pra nuk i dëshiroj ndarjen e LDK-s. Besoj që kur kemi pas një kuvend para disa kohe, tani kemi nisma le të themi të njanshme, nuk i bëjnë mirë LDK-s, po për këtë çështje do t'jap qëndrim momentin e parë që të kemi deponuar, pa i pasur deponuar, s'mund të flas për gjë tjetër. A ishte kjo temë? Në vend dorësi me se keni humbur si pas zgjedhja, a është e udhës mbase çoni pe edhe ka jep një ferë të partisë dikujt tjetër nëse rezultatet 3 pas zgjedhjeve nuk kanë ato që kemi përgatitur. Jo. Zoti Abdigjiko, munguan disa prej anëtarëve të kryesisë. A na tregoni se ju ka njoftuar paraprakisht që nuk do të marrin pjesë, dhe ishte kjo temë diskutime edhe në këtë mbledhje të Jo, gjithë anëtarët marrin pjesë gjithherë, por vendin e kanë këto. Pra anëtarët e kryesisë e kanë vendin kryesi, kryetarët e degëve kanë vendin tek kolegjiumi i degëve. Përderisa diskutojmë brenda organeve të partisë është e mirë, përderisa bëjmë luftë publike jashtë, atëherë s'ka arsye as të thirremi që jemi institucionalistë vërtet. Institucionalizmi duhet të jepet me shembull. A keni pasur ndonjë komunikim me ata që kanë kërkuar dorëheqjen tuaj? Shqoni, patjetër, është legjitime të kërkohet një gjë e tillë, dhe është legjitime të respektohet vullneti i shumicës. Dhe shumë
Shqyqoni është shumë, ta kuptoni se ne këtu s'po qëndrojmë me forcë edhe me zorë. Është vullnet janë të artisë LDK-s për asash, kurse është vinë tjertë, shpresoj që punojnë më mirë. Misioni ynë është ta marrim LDK-n nga një pozitë e rëndë, ta lëmë më mirë se sa që e kemi gjetë. Kaq është misioni ynë, tjerat janë të parëndësishme. Zotëria Abdixhiku thatë që e vlerësoni punën që është bë edhe rezultatin, po cili është përfundimi që erdhët për rezultatin zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që kanë qenë me një farë formë ato gjetje, çka ka shku mirë, çka s'ka shku mirë sipas juve. Besoj që analiza do të bëhet, sepse është bëthire që të bëhet analizë edhe më e thellë, prandaj sot vetëm është nis procesi i analizës së tillë, por në deklaratë do të qartësojmë dhe nivelet e analizës për cilat po flasim, e cilat do të bëhet publike ta shumë shpejt nga sekretariati i partisë. Do të insistoni në një emër që vjen nga LDK-ja për president, që është Zonja Osmani që ka qenë kandidati, apo pajtoheni edhe për konsensual siç dëshiron vendosja? Jo, ne do të ulemi me parimet tona, jo në këtë fazë të flasim për emra, do të dëgjojmë dhe palën tjetër. Politika zbëhet dhe s'du të bëhet për emra përveçëm dhe për rahatime personale, besoj që këtë kemi dëshmu tash e sa kohë, çdo proces duhet ta trajtojmë me fisnikëri, edhe proceset tona të brendshme partijake, po edhe ato institucionale të Republikës Kosovës, të provojmë ta bëjmë një gjë, të shmangim zgjedhjet e jashtëzakonshme. Vërtet do të ishte, e kam thënë më herët, çmenduri politike që nëse Kosova edhe një herë pas 2 muajve shkon në zgjedhje të reja të katërtat për një vit e gjysmë. Kjo nuk ka më kuptim, nuk duhet si qenerat politike të kontribuojmë në një gjendje të tillë, po shkojmë me vullnet mirë, do të qëndrojmë me vullnet mirë, por fundja unë besoj, siç kam deklaruar më herët, që edhe herën e kaluar, arsyeja për shkuarjes zgjedhjeve të reja ka qenë apetiti i partisë së Pashit të ketë gjitha pozicionet për vete. Ne qëndrimet tona nuk i kemi ndryshuar, ne kemi qëndrime parimore, besojmë, do t'i mbrojmë ato qëndrime parimore asa dojmë, për çështje tjera do t'i trajtojmë me kohë. Qasat janë që Kurti të kërkojë bashkëpunim vetëm për çështjen e presidentit edhe jo edhe për qeverinë, në një rast tillë cila është do të jetë nesër përgjigjja. A bën me shkun ta kem nesër unë? Edhe ose nesër ose pas nesër. Jo, po mundëm edhe mund dal, po s'po ndalemi, me shkun ta kem, me pa çfarë është gjasa vërtetë e propozimeve, ti trajtojmë këto brenda organeve tona, më pas do të vijmë me qëndrime publike. Jo se që deni deri më tani, un kam qenë shumë transparent edhe me ju me mediat, pas takimit do të deklarohem prapë sa që kemi takime. Ju falenderoj shumë, e kërkoj falje që keni qëndruar gjatë këto. Ju falenderoj.